Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashit, duke qenë se tashmë kemi filluar. Shenja e dashit. Për shenjën e dashit jemi futur, më mirë tani sapo filluam stinën e tij. Është në një fazë vëllëzimi. Problemi vetëm që ka është se Marsi do të jetë tek shenja e peshqve. Kjo do të thonë që energjia vazhdon që të jetë disi e luhatur. Pra nuk është edhe pse mund të duam që të lëvizim shumë shpejt, nuk e kemi këtë mundësi, prandaj gjithsesi duhet ta përdorim energjinë që kemi me moderitet, duhet jemi pak më përzgjedhës në ato çfarë bëjmë. Por kjo nuk do të thonë se është negative, përkundrazi, është pak a shumë e periudha që na duhet që të shikojmë mirë se kur është vendi që duhet hedhim hapin e radhës, prandaj edhe në të vërtetë na ndihmon. Nuk është diçka që na pengon. Mjafton që edhe ne të kuptojmë mirë atë energjinë që kemi brenda vetes. Gjatë kësaj jave për shenjën e dashit kemi ndikime shumë pozitive për sa i përket familjes dhe karrierës. Këto janë dy nga temat më të rëndësishme madje për ju, duke qenë se kemi një nxitje në këto tematika, duke filluar që nga dita e hënë e tutje, tashmë nëse kemi pasur probleme familjare tanë gjejmë gjuhë të përbashkët. Nëse se ne nuk kemi ditur se si të avancojmë në karrierën tonë, këtu e dim tashmë, jemi shumë më të sigurt, kemi farë vetbesimi vërtet shumë të lartë. Pak më tepër që do të kemi edhe një ndikim pozitiv për sa i përket të ardhurave materiale për shenjën e dashit gjatë gjithë javës në vazhdim, dhe kjo do të vijë tre që ditën e hënë edhe tutje, edhe pse siç e thash do të kemi diellin e zi. Në këtë vit është vërtet në thonjza, sepse nuk është thjesht cikli i tillë, por në të vërtetë gjatë këtij viti, duke qenë se përgjegjësia është më e lartë, duke qenë se edhe imagjinata është vërtet shumë e lartë, kemi mundësi që të përdorim këtë moment në avantazhin ton. Kjo është e vlefshme sidomos në të ardhurat materiale dhe në lidhje me çështje sentimentale. Të gjithë personat që kanë një lidhje në jetën e tyre, këtë javë në vazhdim ta ndiejnë vërtet shumë pozitive. Duke qenë se pavarësisht se mund të mos kenë gjetur gjë të përbashkët deri në këtë moment ose mund të mos kenë ditur se si t'i hedhin hapat e parë, kemi aftësinë që tashmë t'i përzgjedhim mirë se çfarë duhet të bëjmë, dhe kjo do të thotë që mund të krijojmë edhe lidhje të reja dhe nëse jemi në një lidhje, ta shndrojmë atë në një lidhje shumë më të shëndetshme dhe ku ndihemi më mirë, ne kuptohemi më mirë, pra nga të dyja palët. Edhe pse, siç e thash, Shironi do të jetë në takim me Venusin, kjo nuk do të thonë patjetër se do të thotë diçka negative, përkundrazi mund të jetë edhe një shërim i plagëve që keni marrë nga e shkuara, sepse Venusi në këtë rast mund të thotë edhe shërimi i çështjeve sentimentale për ju. Por përsis për të gjithë ata që kanë pasur problematike të shkuarën e tyre, ose që lidhja e tyre aktuale mund të jetë problematike. Pra mund të përdoret në të dy anët. Nëse doni të lëvizni shumë shpejt, këtë gjë nuk do t'ju këshilloja, sepse vërtet mund të ndaloheni dhe mbi të gjitha mund të reagoni në mënyrë impulsive pastaj, nëse e vini re që dikush mund t'ju ketë penguar ose mund të jetë bërë shkak se të hidhni një hap mbrapa. Kjo është edhe arsyeja që vërtet do t'i këshilloj që çdo hap ta jeni të sigurt, në mënyrë që edhe reagimet i keni disi të kontrolluar, por këtë tjetër po e nënvizoj për të gjithë ata që kanë shenjën e dashit në jetën e tyre gjatë kësaj jave, mundësisht t'i lindni pak më të qetë sepse kanë pasur një periudhë vërtet shumë të gjatë, të cilin ka qenë të lodhur. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Por përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tapshim.